Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, falenderojmë Allahun e Madhërisht, paqja, bekimi i tij qoftë mbi profetin tonë të dashur Muhammedin alayhis salam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në përfundim. Ashtu falenderoj edhe Hoxhën Ergin që ngjeti kohë dhe mundësi për të na vizituar. Jemi në fshatin Cermian, përkatësisht në sukun e Cermianit, ku në këtë vend gjendet edhe xhamia dhe pikërisht tani jemi në xhamin e sukës së Cermianit. Dhe në këtë vend, në kohën e luftës, në këtë xhami kanë pushuar ushtarët e ushtrisë së lavdishme të UÇK-s, ku nga ky vend kanë bërë edhe vëzhgimin e forcave qetnike serbe, të cilat kanë qenë të pozicionuara në sukën e Neticit. Aty kanë pasur edhe artillerinë e rëndë që kanë bombarduar në vendet e ndryshme pozicionet e ushtrisë shërimtare të Kosovës. Në vend strategjik hoq këtu edhe nalt. Po, do të thonë suka e Cermianit është mbi 700 metra lartësi mbi detare. Nga ky vend shihet i tërë rrafshi i Dugaxhinit nga Istogu Peja deri në Prizren. Pra kjo është xhamia e fshatit të Cermianit, përkatësisht të sukës së Cermianit. Se fshati Cermian ka edhe xhamin e vjetër, një xhami ku spari ka startuar shkolla publike e fshatit, dhe jo vetëm fshati, po disa fshatave përreth, se Cermiani ka qenë qendër e Dushkajës, rajonit të Dushkajës. Në më thonë, rezistenca popullit pikërisht është edhe nga xhamit në një aspekt. Sepse po mundohen këta anti-islamistat me bën një lloj narrative që xhamit s'kan kontribu kur gjo, as hoxhallarët s'kan kontribu kur gjo. Më tregu vllaznive tonë musliman edhe në përgjithësi që edhe hoxhallarët kanë kontribu. Njëri ndër ta je edhe ti që ti po e mban mshefën me një aspekt, po duhet ndonjëherë hoq me tregu. Sepse normalisht ju e keni bo për hir të Zotit që me mbrojt këtë vend, me lejet Allahut, po ndonjëherë edhe duhet me tregu. Duhet me tregu sepse po manipulohet shumë me këtë gjë. Plot hoxhallar ka pas, plot talebe ka pas, nxënësa dijes, që kanë luftu sepse prej fesë kemi na me mbrojt vendin. Sigurisht, dhe me thonë kjo historikisht, vetëm ata që mundohen me mbulu një të vërtet, nga se lidhja shqiptare për Prizrenit pikërisht ka qenë në xhami, po dhe shumë hoxhallar, shumë dietar musliman, e kanë dhënë kontributin e tyre intelektual, po edhe fizik në mbrojtje të pasurisë vendit, vatanit, kundër dushmanit. Tani do të dalim edhe jashtë, të marrim dhe të shkojmë pamjet, po. A është funksionale kjo xhami hoq? Kjo është e hapur, por nuk ka këtu popullat, do të thonë është lartësi, kush vjen dhe viziton sigurisht që këtu falem namaz. Më thonë nuk është që ka, do të thonë, popullat rrethit, fshati ka xhamin e vet atje. Por ata që vizitojnë këtë vend, që falin namaz, falin këtë xhami, është e hapur kjo, do të thonë pa problem, edhe në kohë të luftës ka qenë e hapur, edhe në shërbim të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Jo, po, si që kom përmend edhe me një takim me juve, edhe xhamia e Junikut. Edhe Junikut, po. Nga aty kur kemi shku për tropoj, kemi pushu në xhaminë e Junikut, me gjithë ushtarë tjerë. Alhamdulillah. Pra, si që tregova, tani jemi jashtë këtu, në majët sukës Cermianit. Ajo atje, si për shembull suka e Neticit, aty kanë qenë vendosur forcat e qetnike serbe, ku thash më herët që kanë vendosur artilleri të rëndë dhe kanë bombarduar pozicionet e UÇK-s që kanë qenë rrafshin e Dugaxhinit. Pra këtu kemi bërë istikamet rreth e rrotull majës së sukës së Cermianit, me bashkëfshatarët fshatit Cermian e fshatit Gërgasa Nena. Dhe këtu, si që treguam, kemi
24 orë kanë qenë forcat e UÇK-s që kanë vëzhguar dhe duke shikuar edhe pozicionin e serbëve në sukën e Neticit, ajo suka Neticit atje. Pra dhe në xhami këtu kanë pushuar ushtarët, ata që janë falë edhe janë falë në xhami, por njëkohësisht edhe është shfrytzuar si pikë vëzhgimi i forcave çetnike serbe. Kështu që nga tani do të shkojmë në Baran tepër të vendi. Lugu i Baranit. Po, Barani e për fshat, në luginën e Baranit, atje ku janë masakruar, po, nga Sav Batarja.